T'ju lexoj një letër unë që ka lidhje pak me këtë që po flisni dhe më thoni drejt për drejt se çfarë mendoni. Kam disa histori të tilla. Jam në kërkim të këtyre burrave. Rregullohem me shoqet, dalim në vende që rrin këta, lokale të caktuara nga stadiumi ose liçeni i that. Aty i gjejmë, aty i kapim. Troç, nuk na intereson nëse kanë apo jo gra, ne ofrojmë seks më të mirë se gratë e tyre dhe marrim shpërblime mbrapsh. Pra kjo goca qartazi E ka punë. Po tani un kam një pyetje. Nga ndryshon prostitucioni më goc nga kjo që ke shkruar ti me gjithë respektin? Se realisht nga ndryshon prostitucioni vetëm nga fakti që ato shkojnë me të ndryshëm, ndërsa kjo mendoj që ndryshon nga që i zgjidhin vetë. Kjo është, domethënë, ta seksualizosh edhe domethënë unë do thoja ta bësh si objekt një mashkull dhe të thuash ne rregullohemi, shkojmë në vende që rrin këta, i aty i gjejmë, aty i kapim. Domethënë dhe vini re dhe gjuhën me të cilën flasin. Troç nuk na intereson nëse kanë gra apo jo. Ne ofrojmë seks më të mirë. Sa do doja që ke seksit ishte gënjeshtër, të ishte një seks skandaloz, e gruaja të bënte seks më të mirë, edhe ti mos kishe vlerë. Se unë nuk e kuptoj, domethënë realisht është pyetja nga ndryshon prostitucioni nga kjo. Ka ndodhur një problem shumë i madh, edhe ajo tipja që ka podcastin që thot unë shkoj me bilionerët edhe dal me bilioner, janë hap shumë website që thonë dalin këto ads, je lodhur, jetë vështirë, get your sugar daddy. Siç kanë meshkujt milfat 3 kilometra larg, metra larg, nënat single, gjithkohës janë kështu eca që dhe filmat i kanë promovu shumë, edhe tani nuk e di unë çfarë mund t'i ndodhi në mendje dikujt dhe thot po sikur të kaloj një herë nga jeta e shpejt. E keni parë atë që ishte të sheshi para ca ditësh që tha jo dua sponsor? Ja, të tilla janë. Pra, se këto kërkojnë sponsor, kërkojnë një punë të dytë. Nuk kërkojnë punë, jo, kjo është puna e tyre e bardhë kryesor, nuk mendoj që po bëjnë punë të tjera fare. Maksimum kanë parukeri. Nëse, s'po e zgjas më. Tani Miglo, lezo tjetër që mos vazhdojmë ne të elaborojmë më shumë. Jemi. Nuk e kam me qef o goca këtë fjallën sugar daddy se nuk jam aq i madh. Jam 48 vjeç, kam bizneset e mia në Tiranë. Para disa vitesh isha me disa ortak nga puna në Rrëshen për një projekt dhe më kapi syre një vajzë shumë të bukur, brune, trupin e mirë. Nga këto vajzat e urta, por shumë simpatike. Ajo ishte 17 vjeç, unë isha 38. I martuar dhe me 2 fëmijë. Kam pasur dhe të dashura të tjera para kësaj. E mora nga Rrësheni, e solla në Tiranë, i gjeta shkollë, punë, shtëpi, i mundësoja çdo gjë. Kur gruaja humbi gjatë lindjes fëmijën e tretë, u lidha akoma dhe më shumë me këtë vajzën. Isha i fiksuar pasaj. E mbajtëm lidhjen diku te 5 vite. Tani pyetja që lind është që dhe ne ja bëm, kur e pyetëm pse u fiksua pas kësaj, se me që ka pas dhe lidhje të tjera, do të thotë që kjo ka pas diçka të veçantë. Thjesht kjo ka qenë që nuk e bezdiste dhe nuk i bënte pyetje të tjera. Nuk i lodhte fare. Nuk pyeste fare. Okej. Edhe ky për këtë e versonte dhe respektonte shumë. Domethënë kaq duhet që një mashkull të dojë dhe të vlerësoj të respektoj. Unë mendoj që kjo ka nevojë psikolog. Kjo e dyta. Kjo realisht domethënë shumë e vogël, 17 vjeç. E ka bërë grooming. Si Elvis Presley, gruan e vetë, gjithë 16 vjeç, e mori, e çutet shtëpisë, e rriti, jetonin bashkë, pastaj 18 u martua. Jo, problemi nuk është ajo që është 17 vjeç, se ajo 17 vjeç aq ka parë, aq di, aq lob jo, nuk është ajo sepse ti atë nuk mendon dot qartë. Është ky për psikolog, domethënë. Jo. Sepse ti në 17 vjeç, edhe 16, 17, 18, ti nuk mund të mendosh, ti nuk e di se çfarë do. Dhe ata ai është shumë, domethënë 38, ai e ka e ka manipuluar më gjes, se janë të gjithë ajo në Rrëshen, ka ardhur ky, e ka marrë ku më di se çai ka premtuar. Prandaj njerëzit u hoq martesa 16 vjeç, se ti nuk je koshient. Goca 17 vjeç, më me në kokë dhe këmbët në tokë, ju lutem, kësaj radhe. Për ju vetëm në tokë, tjetër. Nuk ka lloj tjetër. Nuk e di. Kam një histori. Se më pëlqen që na shkruajnë dhe meshkuj, se çfarë shkruajnë nuk ka rëndësi, po na shkruaj të paktën na tregon një histori. Imagjino ky se ka humb një fëmijë, e ka dash këtë kaq shumë si më pas kjo e kine vet. Kjo letra, më duhet ta zgjas emisionin që ti fullem me detaje, po s'kemi kohë moj motor, po ç'është ky muhabet. Ta kalojmë këtë djalin e Dalina.
Se Dalina Show. Dalina Ti Show. djali, përveç se të falenderojmë që e ke bërë share, po shko te Dalina Show. Ma me që e thoni ti djali, se nga e kishim quajtur sugar daddy, ai nuk pranoi të quaj sugar daddy, se i duke vetja e ri, e kupton 40 vjeç. 48 i vogël. Sugar papi. Sugar boy. Kur u njoha me të, unë isha 25 dhe ai 48. Ai një jetë shumë në Shqipëri dhe ne nuk takohemi kur këtu, vetëm udhëtojmë jashtë. Verat më të mira, hotelet më të mira, vendet më të bukura. Çantat Chanel dhe Hermes janë gjithmonë aty dhe ai ka qejf të më llastoj. Falti, mbarova bachelorin, masterin dhe tani jam në një punë shumë të mirë. Nuk e dua vetëm për lekët, ai është edhe njeri i mirë dhe kalojmë bukur bashk. Por ma ka bërë të qartë që nuk do martohemi kurrë dhe aq më pak të kemi fëmijë. Rregulli kryesor është që nuk ka pyetje për asgjë, me pak fjalë nuk e çaj t***in. Unë dua të kuptoj që çfarë mund ta detyrojë një gocë përveç vështirësive të mëdha ekonomike që hajde se po i kuptojmë, por çfarë mund ta detyrojë një gocë që të shesi veten për një fucking çantë Hermes? Domethënë, pse nuk mundesh ti të punosh çfarë të bën ty të paaft për të punuar për t'ia bler vetë. Blerta, ndoshta thjesht nuk do, moj. Nuk do. Pse se merr dhe këtë anë, e di që është e vështirë ta pranosh, thjesht siç e the letra e parë, nuk do. O Blerta, ka goca që ta maj tjetri me lek, kaq ka ajo perspektivë. Ka goca që rroptohen edhe punojnë gjithë ditën, edhe sigurinë e tyre ndershmërisht. Ka dhe goca që bëjnë të gjë, e thonë jam rahat, punoj, i marr kollaj. Ty që në ranar bën moodboardin se si ku e sheh veten. I love it. Po you love Nuk ka it, gjë më të bukur, o goca, realisht nuk jam këtu për çitur moral, ju bëni çfarë doni jeta e juaja. Ca njerëzve, nuk kanë gjithë njerëz njësoj. Ne jemi kështu, kemi vizione, kemi ëndra, kemi gjëra. Kanë ca që thon, o vëlla, nuk kam nerva për vizione dhe për ëndra, të mundoj me të lodhem vet. Do gjej këtë, do mi japi edhe hajt. Nuk ka më të bukur se ajo liria kur ti arrin vetë gjërat e tua